Shikues të nderuar, ju përshëndes sërish, jemi bashkë në një tjetër edicion informativ për zhvillimet më të fundit, në fakt edhe për të ftuarin e radhës të ditës së sotme, që ka të bëjë pikërisht me zonjën Edlira Harizi, pjesë kandidate e listës së hapur për qarkun e Durrësit. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne sot në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në tentativë për një rrugtim të bukur politik, po njëkohësisht edhe një grua e suksesshme në karrierën tuaj, ashtu siç është edhe mjekësia. Çfarë ndoshta sigurisht vlen për të përmendur për hir të faktit që është një profesion kaq human, i bukur dhe kam përshtypjen ju e bëni me dëshirën më të madhe, po ju lidh pak jeta edhe me politikën. Çfarë ju shtyu të hyni në politikë? Çfarë më shtyu të hy në politikë? Në fakt, gjatë gjithë karrierës time të gjatë në mjekësi, unë kam qenë gjithmonë pranë problematikave mjekësore të njerëzve, por edhe problematikave sociale të tyre, hallëve të tyre. Dhe kur mjekon njëri, kur shpëton një jetë, ti ndihmon një njëri. Por kur kupton problematikat e sistemit dhe don ta përmirësosh ato, atëherë ti ndihmon për të përmirësuar jetët, shëndetin e mirë a njerëzve. Dhe ka qenë pikërisht ajo shtysa nga pacientët e mi, nga qytetarët e Durrësit, që ma kanë kërkuar, doktoresha duhet të jesh pjesë e vendimarrjes politike, pikërisht për të bërë më shumë për pacientët, për qytetarët e Durrësit. Kjo që ajo që më shtyu të marr pjesë në politikë. Shumë interesante që ju pas kanë shtyr vetë njerëzit që ju njohin, po pacientët, se sigurisht ka një marrëdhënie të ngushtë kanë përshtypjen me mjekun, edhe keni qëndruar afër atyre gjithmonë, prandaj edhe ndoshta ju kanë parë këtë anë tuajën. Tash unë kam një karrierë mbi 30 vjeçare mjeke në shërbimin publik dhe kam qenë pranë jo vetëm problematika mjekësore, por edhe hallëve të tyre, duke qenë edhe një derë e hapur për gjitha problemet që ato kanë pas, edhe probleme sociale, pasi unë punoj me pacientë që janë dhe të smur rënd, pacientë paralizuar, që kanë hallë dhe problematika familjare, sepse janë ato pensionet e pakta që marrin invalidët, që duhet të shërbejnë familjarët, që s'marrin asnjë asistencë, dhe kanë ardhur te unë si një derë për qarë vetëm hallin mjekësor, por edhe hallin familjar të tyre, dhe janë ata që më kanë thënë, doktoresha duhet ta ngresh zërin dhe për na. Dhe në fakt, teksa thua këtë, unë sigurisht pyetja e parë që më lindin mend, po doja të bëja një hyrje në bisedë, është fakti se si një mjeke neurologe që ju jeni, kam përshtypjen që do të keni një fokus të rëndësishëm te shëndetësia. Çfarë mendoni se i mungon shëndetësisë, sistemit shëndetësor në Shqipëri? Çfarë i mungon? Se ju i keni parë më nga afër, kam përshtypjen problematika duhet qenë vetë pjesë e ashtu është. Mendoj që i mungon njeriu, mungon respekti për pacientin, por edhe për mjekun. Mungon ajo që quhet përkujdesja për njeriu. Unë si mjeke gjatë gjithë karrierës time kam parë që ndonjëherë kjo gatishmëri për shërbyer mirë, për t'i dhënë maksimumin pacientëve, njerëzve që trokasin në derën e spitalit, nuk është vetëm për mungesë fondesh, por edhe për mënyrën si ato menaxhohen apo keq menaxhohen, e thon tamam, si ato mund shpërndahen në mënyrë edhe korruptive për të mos shkuar deri në fund tek ajo hallka e fundit të zinxhirit që është shërbimi ndaj pacientit. Dhe pacientin duhet ta shohim jo si një pacient, si një njerëz që troket në derë, thjesht një trokitje, jo thjesht një diagnozë, jo thjesht një kartel, por si një person që kërkon të zgjidhë hallin në dyert e spitalit, sidomos në spitalet publike, të cilat shteti i ka angazhim ligjor, e ka obligim t'u japi shërbimin këtyre pacientëve. Ndonjëherë keq menaxhimi i këtyre fondeve bën që në sistemin publik të mos shkojë deri te hallka e fundit e zinxhirit tek pacienti shërbimi i duhur. Kjo më bën që ta kuptoj mirë ku ka çaluar sistemi gjatë gjithë viteve të mia të karrierës tash, edhe të bëhem pjesë për ta ndryshuar këtë sistem, që ai të bëhet më i mirë në shërbim të njerëzve. Si e përjetoni përballen me realitetin spitalor, duke qenë se jeni në kontakt të përditshëm, jeni drejtuese e shërbimit neurolog në spitalin e Durrësit? Kur shkoj në punë, në fakt, në mëngjes, unë nuk hap thjesht derën e pavionit, më duket që hap dhe derën e halleve dhe problemet të njerëzve. Ndonjëherë takoj njerëz që kam takuar kur më parë, pacient apo familjarë të tyre që nuk i njoh, por momentin që ata trokasin te unë, kanë problemet e tyre shëndetësore apo qajnë hallet për pacient të shtruar rënd, unë në ato moment bëhem pjesë e jetës tyre dhe ata bëhen përgjegjësia ime më e madhe. Qartë. Se tashmë ju jeni pjesë e Partisë Demokratike, në këto ditë të sotme çfarë do të thotë për ju? Ti je pjesë e saj. Në fakt, ti je pjesë e Partisë Demokratike është të jesh pjesë e atyre që nuk kanë pushtet, se Partia Demokratike është në opozitë edhe për një kohë gjatë në fakt. Është pjesë atyre njerëzve që s'kan pushtetin, po kanë të drejtën me vete,
dhe kanë dhe revoltën për padrejtësit që janë bërë në të drejtat e tyra. Pikërisht kjo më bën që të jem pjesë e Partisë Demokratike, duke parë ato, jo thjesht si një parti, jo thjesht si një slogan, jo thjesht si një sigël, por si një platformë për të zgjidhur këto probleme dhe këto padrejtësi që gjatë gjithë këtyre viteve janë bërë njerëzve dhe që kërkojnë zgjidhje. Dhe mendoj që zgjidhjen unë e gjejtë platforma e Partisë Demokratike. Prandaj kam pranuar të jem pjesë e saj për të qenë pjesë e zgjidhjes së problemeve të njerëzve. Si kandidate në listat e hapura për qarkun e Durrësit, cilat janë prioritetet tuaja kryesore? Sigurisht krahas shëndetësisë që edhe diskutuam pak, po mbetemi dhe aty. Do më thoni ju prioritetet tuaja. Prioritetet, pa diskutim, fuqizimi i sistemit shëndetësor publik, mbështetja për moshën e tretë, për të moshuarit, mbështetja për fuqizimin e familjes, mbështetja për ato ndihmën e dhënë ndaj arsimimit profesional të të rive, duke qenë që unë jam pedagoge në shkencat mjekësore, dhe pa diskutim, mbështetja për fuqizimin e gruas, sidomos për gratë që janë në nevoja ekonomike, gratë të vetme apo gra me probleme ekonomike në familje. Pa diskutim do jem zëri tyre. Nga një grua, kështu që kam përshtypjen vjen edhe mosmiri dhe ndjerë për çdo grua tjetër. Si mendoni se mund të afroheni edhe me qytetarin e zakonshëm? Pra, jo me atë që ju edhe ka lidhje për ju me profesionin tuaj, pra jo me ato të cilët keni takuar deri më tani, po me ato të zakonshme. Unë e quaj veten shumë të zakonshme në Durrës. Unë kur kam mbaruar fakultetin, një vit kam punuar në Suth, në shërbimin ambulator, pastaj specializimin në neurologji dhe më tutje, gjatë gjithë karrierës time kanë qenë mjeke neurologe në Spitalin e Durrësit dhe i njoh problematikat e njerëzve, por unë jam e zakonshme edhe për një arsye tjetër. Unë jam një grua që gjatë gjithë jetës time, përveç sfidave profesionale për jetën dhe shëndetin e pacientëve, kam pas edhe sfidat e mia familjare. Më zhdashur për shumë vite, unë të rris e vetë me 2 fëmijët e mi pas humës bashkëshortit, të kem një nënë paralizuar për vite me radhë dhe i di shumë mirë që me thonë të kesh problematika sociale. Unë jam një për i tyre, e quaj vetëm shumë zakonshme me hallet e problematikat të qytetarëve të Durrësit. Dhe prandaj them që unë kam nevojë të më bëjnë interpretime të hallëve të njerëzve. Hallet e tyre kanë qenë dhe hallet e mia. Dhe kur vinin dhe mi qanin ato hallet e veta, jo vetëm mjekësore, por edhe familjare, unë i mirë kuptoja edhe u adia shumë mirë hallin dhe prandaj duhet jem dhe zëri i tyre, sepse unë jam një prej tyre. Nuk kam nevojë të më përkthej njëri hallet e njerëzve, se unë jam e zakonshme, quaj veten zakonshme, pjesë e halleve dhe problemeve të çdo familje durrësake. Edhe ndoshta vetë atyre që janë goxha të mëdha si probleme, se sigurisht kur ka të bëjë çdo gjë me shëndetin është e rëndësishme, ndoshta edhe më e rëndësishme siç ne jemi mësuar ta themi. Ju keni përvojë edhe në kërkime shkencore, por jeni edhe pedagoge. Pra, teksa po zhvilloj këtë intervistë, njëkohësisht më duket edhe sikur flasim për vite shumë të mëdha të karrierës tuaj që thatë, për afro 30 vite, në mos gabojmë, kështu që më shumë, kështu që nuk diskutohet që eksperjenca është e madhe dhe pjesë e saj është edhe kërkimi shkencor, njëkohësisht edhe pedagoge. Pra, mendoj që ndoshta mund të jenë edhe të rinjt në fokusin tuaj, po këtë ma thoni ju, do doja ta lidhja këtë pyetje edhe me faktin se si do të kontribuojë kjo përvoja juaj në kuvend? Do të jetë pozitive, kam përshtypjen. Mendoj që po, sepse shkenca më ka mësuar që të analizoj dhe të konkludoj mbi fakte. Të studioj shumë, por në fund fare analizat bëhen mbi fakte. Dhe kjo të bën më racionale, mendoj, që edhe në parlamentin e Shqipërisë të jem racionale në ato gjykimet, kërkesat që do bëj dhe të mos jenë thjesht kërkesa në erë, por kërkesat bazuar mbi faktet edhe me problematikat reale të njerëzve. Mendoj që kjo do më ndihmoj. Shkencat bën racionale. Të rit pasaj janë ato që t'japin shpresë. I dua shumë të rit, edhe kam i marrëdhënie shumë mirë me studentët, ndonjëherë më marrin më të mirë, edhe këtë periudhë që kanë marrë vesh që jam dhe kandidate, më thonë që do të votojnë. Jo thjesht do të votojnë, por më marrin më të mirë, më thonë që ti e meriton, ti duhet të jesh në parlament, e bëjnë edhe për me më marrë më të mirë, po mendoj që kam një relacion vërtet të mirë me ta. I dua shumë të rit. Ata i kanë sy të mbushur me shpresë dhe pikërisht për ta, jo vetëm për vete, por për të tanë duhet të luftojmë që jeta e tyre të jetë më e mirë, që ata të rinë këtu, mos largohen nga Shqipëria. Dhe kjo të bënd të kuptosh, ndoshta besimi që ata t'japin ka një farë logjike dhe ka një arsye. Pa diskutim, sepse Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me resurse të jashtëzakonshme, që ne kemi mundësi të bëjmë më të mirën për rinin, për fëmijët tanë. Thash brezim është një brez që
unë kam jetuar të dy sistemet. Brezi kemi shku dhe kemi thirrë Edum Shqipërinë si gjithë Europa, një realitet që akoma nuk është bërë realitet 100% për të rritë. Kaloi brezi im, u rritën fëmijët tanë dhe le tash luftojmë jo vetëm për vete, luftojmë për ata, që ata të jenë pjesë e një Europe demokratike, civile, që realisht akoma nuk e kemi arritur atë pikë. Por ata duhet luftojmë më shumë se për veten, sepse ata janë e ardhmja. Ajo shpresa të sytë e tyre është dhe shpresa jonë. Sigurisht në një fushat që nuk ka startuar zyrtarisht, po mund ta theme se edhe disi nëpërmjet punës që ju doni të tregoni dhe sigurisht edhe premtimeve kryesore për çdo që duhet t'ju votoj sipas jush, edhe konkurenca politike është një pikë e rëndësishme. Çfarë ju dallon nga politikanët e tjerë? Çfarë mendoni ju se është pika juaj më e fortë? Po, unë nuk vi nga politika në fakt, nuk vi nga karrikët e politikës. Unë e quaj veten pjesë të atyre mira profesioniste që në fokusin e atij profesionalistit të tyre, të jetës së tyre, kam pas përkushtimin, punën, pa shumë zhurmë. Kam e mira profesionist, si unë që kam punu gjithë jetën pa bërë zhurmë, dhe që nuk vi nga karrikët e parlamentit. Dhe pikërisht jemi ne që i dim vërtet realitetin, si është realiteti, marrëdhëniet me njerëzit, hallet e problematikat e tyre. Unë këtë shoh veçantë, unë s'vi nga karrikët e politikës, unë vi nga ajo prejka me dorë e halleve dhe problemet njerëzve. Dhe prandaj mendoj që kjo është supremacia ime mbi ato që vi nga karriket që kanë risikuar karriket e politikës. Unë do sjell realisht problematikat reale të njerëzve. Është e vërtet kjo që thoni sepse vini nga jeni si pjesë e tyre dhe kjo është e kuptueshme. Ju në fakt se këtë përgjatë bisedës po mundoja që në vijim të ndaleshim disi edhe më detaj. Faktin se do të jeni një mbështetje edhe për gratë. Duket sikur kanë një pikpyetje në kokën e tyre se nuk janë të përfshirë në vendimarrje, ndoshta kjo mund të mbetet një pikpyetje nëse është e tillë apo jo, por çfarë do të bëni ju për të mos u ndjerë ato si të padukshme? Ato si janë të padukshme, do t'i them. Ato janë shtylla e familjes. Pyetje që ndoshta duket sikur, por mbetet për të parë ndoshta. Ato nuk janë të padukshme, ato janë shtyllat e familjes, shtyllat e komunitetit. Unë edhe kur jam me gra që janë me probleme ekonomike, që janë vulnerabël në problematikat e tyre personale, u them që ato janë të forta, se ne jemi të forta. Unë tash unë jam një grua që vi nga eksperiencë që kam pas sfidë jetën. Dhe them që gratë janë të forta. Heroinat jetës së tyre. Ato janë të forta. Ato janë baza e familjes, baza e shoqërisë. Dhe unë mendoj se më shumë gratë jenë përfaqësuara në politikë, aq më shumë civile është politika, aq më shumë demokratike bëhet politika. Dhe unë i premtoj me zemër atyre që unë do jem zëri i tyre, sepse unë jam një prej tyre. Nëse e drejt. Nëse qytetarët do t'ju besojnë votën në datën 11 maj, sigurisht i drejtohemi qytetarëve të Durrësit, aty ku edhe ju kandidoni në listën e hapur. Çfarë do t'i premtoni atyre? Unë nuk premtoj dot gjëra që, si thua, nga ato premtimet e mëdha që dihet që nuk realizohen. E para do premtoj që unë do të dëgjoj ato me urtësi, edhe me përulësi para atyre, sepse një njeri i mirë, por edhe një politikan i mirë, është ai që i dëgjon me mençuri dhe me urtësi njerëzit dhe pastaj i përçon problemet dhe hallet e tyre. Do ta them me zemër që unë do jem përçuese e halleve e problematikave të tyre, sepse thash, unë i konsideroj veten një prej tyre. Durrësi ka nevojë për shërbim, për mbështetje, jo thjesht për slogane dhe demagogji që kanë qenë të shumta gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe unë do ta vej veten plotësisht shërbim të tyre, do jem zëri i tyre, do prevaloj mbi politikën. Për mua njerëzit janë mbi politikën. Durrësakët e mi, qytetarët e mi janë mbi politikën. Përgjatë gjithë këtyre viteve që nuk keni qenë pjesë në politikë, kam përshtypjen që ndoshta keni parë më së miri edhe ato që mungon. Ne përmendëm shëndetësinë, përmendëm gratë dhe vajzat që ju do t'i mbështesnin, përmendëm edhe të rinjt. Duket sikur do të jetë një pikë ndoshta edhe më fort fakti që përgjatë gjithë viteve që nuk keni qenë pjesë, ato që vetë nuk e keni ndjerë të plotësuar tek ju, do t'ja mundoheni t'ja plotësoni të tjerëve. Unë nuk kam qenë pjesë e politikës, por kam qenë pjesë e atyre njerëzve që kam parë të gjitha realitetin dhe të gjitha problemet e qytetarëve, problemet e moshës së tretë, problemet e shtresave nevojë, problemet e rinisë, problemet e shëndetësisë, me thënë, dhe kush më shumë se një person, një mjeke që i ka prekur vetë këto probleme, do ditë i përfaqësojë qytetarët. Kush më shumë se një mjeke që ka qenë te koka e pacientit, e shtrati i pacientit dhe ka marrë vendimarrje për jetën. Se ma bëjmë pyetjen po pse në politikë. Po kush më mirë? Se një mjek që ka marrë vendimarrje për jetën, do di të marrë iniciativa dhe vendimarrje të drejta në shërbim të mirave të njerëzve, në shërbim të jetës së tyre, të problematikave që ato kanë.
nuk mendoj që do ta bënte njëri më me zemër sa një mjek që ka qenë te koka e smurve rënd dhe ka marrë vendimmarrje për jetën. Kjo më ka shtyrë që them, unë deri dje jam kujdes për jetën e njerëzve, të një njeriu edhe të shumë njerëz të tjerë në spital, por po të marr iniciativën për të qenë pjesë, për të ndryshuar sistemin, për të ndryshuar vizionin për të ardhmen, pse jo, do ndihmoj shumë më tepër njerëz. Ka një mesazh që do donit t'ia jepni të çdo qytetarit të Durrësit që po ju ndjek tani në këto momente nga ekrani i RDS24? Që unë do jem zëri tyre, këto e them realisht me zemër, që unë njoh problemet e tyre, unë jam një prej tyre dhe kur nuk do e zhgënjej votën e tyre, por do doja të thoja që unë nuk jam person që jam mësuar të ndalem dhe aq më pak dorëzohem në shëndetësi, por edhe në jetën time. Dhe nuk do ndalem kur së thoni problemet e tyre dhe struftuari për zgjidhjen e problemeve të tyre sa të kem mundësi dhe fuqi. Do të jetë rrugtim i bukur kam përshtypjen për ju, po edhe i vështirë ky deri në datën 11 maj. Jeni gati për të përballur, kam përshtypjen me dëshirën më të madhe, më sa e shoh dhe e lexoj që në sytë tuaj. Kështu që unë ju uroj shumë suksese dhe më të mirën për ju. Faleminderit. Gjithë profesionin e kam pas sfidë dhe gjithë jetën e kam pas sfidë. Nuk dalem para sfidave. A është kjo sfida më e madhe apo? Është një nga sfidat e jetës time, për cilën do luftoj më shumë se çdo herë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.